Përshëndetje. Në rrugët e ngushta të qytetit, ku drita e diellit thyhej mbi asfaltin e plasaritur, një burr i lodhur nga jeta rinte ulur në një qoshe, me duar të ashpra të shtrira përpara dhe sy të ngulur në tokë. Ishte një baba i thjesht, i varfër, i cili prej vitesh mbante frymën gjallë duke lypur në rrugë. Fytyra e tij ishte mbuluar nga rrudhat e jetës së rënd, por syt i digjnin ende nga dashuria për fëmijën që kishte rritur dikur. Nga ana tjetër e bulevardit, zhurma e një makine luksoze tërhiqte vëmendjen e kalimtarëve. Një vajzë e re, e veshur me elegancë dhe me buzëqeshje krenare, drejtonte timonin me siguri. Ajo ishte bia e tij, e rritur ndryshe nga sakrificat e një babai që kishte hequr dorë nga gjithçka për të. Ai e njohu menjëherë, ndonë se ajo nuk i hodhi syt drejt tij. Zemra ju drodh, duart ju dridhen, ndërsa në gjok si lindi një pyetje therse. A do ta njihte ajo, vallë, njeriun që kishte sakrifikuar gjithçka për të? Apo tashmë ai ishte vetëm një hije në jetën e saj të re? Qielli i Tiranës atë mëngjes ishte i mbuluar me një gri të rënd, sikur edhe ret kishin marrë mbi vete hallet e qytetit. Në një qoshe të rrugës së Myslim Shyrit, pra një kioske të vjetër, rinte ulur një burr i dobët, me mjekër të thinjur e të pahequr prej ditësh. Xhupi i tij i vjetër, i grisur në mëng, mezi i mbronte eshtrat nga i ftohti i lagësh që vinte nga kaldrëmi. Quhej Agimi, një burr që dikur kishte ëndra të mëdha, por tani çdo ditë niste me të njëjtën fjali të përsëritur brenda vetes. Zoti im, jep-më sot një copë bukë që të mund të mbjetoj edhe një ditë tjetër. Ai nuk e ngrinte shpesh kokën. Ishte mësuar të shihte vetëm këmbët e kalimtarëve, hapat e shpejtuar, njerëzit që nuk kishin kohë të ndalonin. Të rrallë ishin ata që i linin një monedhë të vogël në dorën e dridhur. Çdo tingull metali mbi kapakun e vogël të tenxheres bosh që mbante para vetes, i dukej si një dhuratë qiellore. Por ajo ditë nuk ishte si të tjerat. Në atë bulevard të mbushur me zhurmë, një makinë zezë luksoze, me xhama të zinj, kaloi ngadalë përpara tij. Zhurma e motorit ishte e qetë, e sofistikuar, dhe era që linte pas përzihej me aromën e parfumit që vinte nga brendësia. Agimi ngriti kokën, më shumë nga kurioziteti se sa nga dëshira. Dhe aty, pas timonit, pa një fytyrë që i ngriti zemrën për një herë nga vendi. Një vajzë e re, elegante, me flokë të gjatë të lëshuara mbi supe, sy të thellë dhe buzë të lyera me kujdes, po e drejtonte makinën. Ishte ajo, ishte e bia. Lotët ju mblodhen në sy. Ishin plot 12 vite që nuk e kishte parë, që nga dita kur jeta i mori gjithçka, shtëpinë, nderin, familjen. Vajza e tij, Elira, ishte rritur, kishte studiuar, ishte ngjitur lart, shumë më lart se ç'mund ta kishte menduar ai ndonjëherë. Në atë makinë luksoze, ajo i dukej si një princesh e kohëve moderne, por zemra e tij u shtrëngua. Ajo nuk e pa, nuk uli xhamin, nuk e dalloi, ndoshta as nuk do ta njihte më. Për të, ai ndoshta ishte bërë thjesht një lyp si panjohur, një hije mes qindra njerëzve që rrin rrugëve të qytetit. E shkuara e Agimit. Agimi dikur nuk kishte qenë kështu. Ai kishte qenë një burr i fortë, punëtor, njeri që nuk u dorëzohej lehtë sfidave. Kishte punuar si murator, si shofer kamioni, madje për një kohë të shkurtër kishte hapur edhe një dyqan të vogël veglash ndërtimi. Jetonte me gruan e tij, Mirenën, dhe vajzën e vogël, Elirën, në një apartament të thjeshtë në kombinat. Ishin të lumtur, megjithse nuk kishin shumë. Mirena kujdesej për shtëpinë, ndërsa Elira ishte drita e syve të tyre. Ajo vajzë e vogël, që vinte vërdall me një kukull në dorë, i jepte kuptim gjithë jetës së Agimit, por gjithçka ndryshoi kur kriza ekonomike i mori frymën familjes. Dyqani i tij falimentoi, borxhet u shtuan, dhe për të paguar huat, Agimi detyrohej të kërkonte punë nga më të rëndat. Një ditë, një aksident në kantier i mori shëndetin, ra nga lartësia dhe theu këmbën. Nuk mundi më të punonte si më parë. Mirena, e lodhur nga varfëria dhe nga hallet, u largua. Nuk mund ta mbaj më këtë jetë, i tha. Ajo mori vajzën dhe shkoi te motra e saj. Agimi nuk i pa më. Ishte si një thyerje e papritur, si një thik në shpirt. Vitet kaluan. Mirena u martua sërish, Elira u rrit.
Agimi u fundos gjithnjë më shumë. Nga një burr që kishte pasur dinjitet, ai u kthye në një hije, duke lypur për të mbjetuar. Takimi i parë pas shumë vitesh. Kur makina e zezë u ndal disa metra më tutje, zemra e Agimit rahu me forcë. Ai u ngrit ngadalë, me këmbën që ende mbante të qalë, dhe tentoi të afrohej. Elira, përshpëriti ai, me një zë që mezi doli nga buzët e thata. Por ajo nuk e dëgjoi. Ishte zënë duke folur në telefon, duke buzëqeshur e duke qeshur. Ai ndali. Nuk kishte guxim t'i trokiste në xham. Nuk kishte guxim të thoshte: "Unë jam babai yt." Frika se mos ajo e mohonte, se mos e shihte me neveri, ishte më e madhe se çdo gjë tjetër. Dhe kështu, ai ul sërish në qoshen e tij, duke parë makinën teksa largohej, duke i marrë me vete të gjitha ëndrat e tij të heshtura. Brenda zemrës së Elirës. Elira, nga ana tjetër, nuk ishte thjesht një vajzë që kishte arritur sukses. Ajo punonte në një kompani ndërkombëtare si menaxhere marketingu. Kishte studiuar jashtë vendit, në Itali, fal bursave dhe ndihmës së njerëkut të saj të dytë, i cili kishte pasuri të mjaftueshme për ta mbështetur. Por brenda shpirtit të saj, gjithmonë kishte pasur një boshllëk. Kur ishte e vogël, ajo pyeste shpesh: "Mami, ku është babi?" Mirena gjithmonë shmangte përgjigjen: "Ai nuk ishte i denjë për ne, bia ime. Nuk duhet ta kujtosh." Këto fjalë, të përsëritura gjatë gjithë fëmijërisë, kishin krijuar një hije të errët brenda saj. Por, thellë në zemër, ajo ende kishte një kujtim të vagull të një burri që e ngrinte në krah, që i këndonte ninulla dhe që e quante ylli im. Në ditët e saj më të vetmuara, ajo mendonte: po sikur ai të mos ishte ashtu siç ma kanë thënë. Një copë letër e harruar. Ndërsa ditët kalonin, Agimi nuk mund ta hiqte nga mendja vajzën e tij. Çdo makinë e zezë që kalonte, çdo vajzë me flokë të gjatë, i dukej si ajo. Zemra i digjej nga dëshira për t'i folur. Një ditë, ai vendosi të shkruante një letër. Në një copë letër të zverdhur, me një stilolaps të thyer, ai shkroi: "Elira, bia ime, unë jam babai yt. Nuk jam ai që isha, por zemra ime nuk ka pushuar kurrë së të dashuruari. Të kam ndjekur nga larg, kam parë si e rritur, dhe jam krenar për ty. Nëse një ditë do të dëshirosh të dish të vërtetën, unë jam këtu, në të njëjtën qoshe ku u ndam, duke pritur." Ai e mbante atë letër gjithmonë me vete, por nuk kishte guxim t'ia jepte. Fundi i pjesës së parë. Në bulevard, jeta vazhdonte. Njerëzit kalonin me nxitim, makinat fishkëllenin, dhe diku në një qoshe, një baba i varfër shpresonte. Ai shihte çdo ditë makinën e zezë që kalonte dhe ndëronte për një moment të vetëm, momentin kur vajza e tij do ta shihte në sy dhe do ta njihte. Ai nuk e dinte ende, por fati kishte filluar të lëvizte fijet e tij. Një ditë, shumë shpejt, rrugët e tyre do të kryqëzoheshin jo rastësisht, por në mënyrën më dramatike që mund të imagjinonte. Mbrëmja kishte rënë mbi qytet. Dritat e makinave ndriçonin rrugët si një lum i pafund që rrite drejt një horizonti të mbushur me ndërtesa të larta. Në apartamentin e saj modern, me dritare panoramike që shikonin nga liçeni artificial, Elira rinte ulur mbi divan, me një gotë vere në dorë dhe me sytë që humbnin në qiellin e mbuluar nga yje. Sapo ishte kthyer nga një darkë pune. Kishte arritur shumë në jetën e saj, një punë të paguar mirë, një rreth shoqëror të zgjedhur, një jetë që shumë vajza të moshës së saj e ëndërronin. Por sërish, brenda saj ndjente një boshllëk. Nuk ishte hera e parë që ky boshllëk e përndiqte në qetësinë e natës. Preku me dorë një kornizë që mbante mbi tavolinë, një fotografi e saj me maman, Mirenën. Në foto ishin të buzëqeshura, por në atë buzëqeshje fshihej një shkuar e panjohur. Elira nuk kishte kurrë një foto me babain. Kjo mungesë ishte një plagë e heshtur që ajo nuk e shëronte dot. Kujtimi i zbet. Mbylli sytë dhe u përpoq të kujtonte. Ishte vetëm 4 vjeçe, kur një burr me duar të mëdha e ngrinte lart mbi supë. Ai qeshte me zë të lartë dhe e quante ylli im. Ajo ndjente aromën e djersës së tij, përzier me aromën e gëlqeres së kantierit ku punonte. Ishte një kujtim i mjegullt, por i ngrohtë. Mami,
ku është babi? Kishte pyetur shumë herë kur ishte fëmijë, dhe përgjigja gjithmonë vinte e ftohtë. Ai nuk ja vlente, bia ime. Ai na la. Nuk duhet ta mendosh. Por Elira kur nuk e kishte besuar plotësisht këtë version. Kishte ndjerë gjithmonë se diçka nuk shkonte, sikur e vërteta ishte fshehur nga ajo. Rasti i çuditshëm në rrugë. Një mëngjes të zakonshëm, Elira mori makinën e saj të zezë luksoze dhe doli drejt punës. Ndërsa kalonte bulevardin, syti shkuan pa dashur drejt një burri që rinte ulur në qoshe, me një tenxhere bosh përpara. Ishte i lodhur, i raskapitur, por sytë e tij kishin një shkëlqim të çuditshëm. Ai e pa drejt në sy. Për një moment, Elira ndjeu një therrje të fortë në zemër. Sikur e njoh këtë shikim, mendoi me vete, por menjëherë e largoi mendimin. Makina lëvizi përpara dhe jeta vazhdoi. Megjithatë, gjithë ditën, nuk mundi ta hiqte nga mendja fytyrën e atij burri. Ishte si një deja vu, sikur kishte parë diçka të njohur tek ai, ndonë se nuk dinte çfarë. Një bisedë me maman. Atë mbrëmje, kur shkoi për të vizituar Mirenën, vendosi t'i hidhte një tjetër pyetje. Mami, më trego diçka për babin tim të vërtet. Si ishte ai? Mirenës ju ngrin buzët. Për një çast u duk sikur do të shpërthente në zemërim, por pastaj uli kokën. Elira, ne kemi folur për këtë. Ai nuk ishte njeri i mirë. Nuk duhet të mendosh më për të. Po unë kam nevojë të di, mami. Nuk mund të jetoj gjithë jetën time me një boshllëk. Mirena mori frymë thellë. Nganjëherë boshllëqet janë më të mira se e vërteta, bia ime. Mos e kërko. Harroje. Elira nuk foli më, por brenda saj, vendimi ishte marrë. Ajo nuk mund të jetonte pa ditur kush ishte i atij saj. Ditët e mëvonshme. Çdo ditë, teksa kalonte me makinë, syti shkonin automatikisht drejt qoshes kur rinte burri i panjohur. Ai gjithmonë ishte aty, si një gur i palëvizshëm mes rrëmujës së qytetit. Një ditë, kur semafori u bë i kuq, ajo ndaloi makinën përballë tij. Ai ngriti kokën dhe sytë e tyre u kryqëzuan. Ishte një moment i gjatë, i mbushur me diçka që asnjëri nuk mund ta shpjegonte. Elira e uli pak xhamin e makinës dhe i hodhi disa monedha. Burri i mori me duar që i dridheshin. Faleminderit, bi, përshpëriti ai, po thuaj pa zë. Ajo nuk e dëgjoi, por buzëqeshi lehtë dhe u largua. Ai moment e la pa gjuma të natë. Çfarë kishte në sytë e atij burri që i dukej kaq i njohur? Letra e humbur. Një javë më vonë, ndërsa zbriste nga makina për të hyrë në një kafene, Elira pa një cop letër të palosur në tokë. Pranë qoshes ku rinte burri. E mori pa menduar shumë. Ishte një shkrim i vjetër, me dorë që dridhej. Elira, bia ime. Unë jam babai yt. Nuk jam ai që isha, por zemra ime nuk ka pushuar kurrë të dashuruari. Të kam ndjekur nga larg, kam parë si e rritur, dhe jam krenar për ty. Nëse një ditë do të dëshirosh të dish të vërtetën, unë jam këtu, në të njëjtën qoshe ku u ndam, duke pritur. Ajo u trondit, zemra i rahu me forcë. Syti vajtën me njëherë tek burri i rudhur që rinte ulur vetëm pak metra më tutje. Jo, kjo nuk është e vërtet, përshpëriti. E futi letrën në çantë dhe iku me hapa të shpejt. Por mendja e saj ishte trazuar. Dyshimet e para. Në zyrë, gjatë një takimi të rëndësishëm, Elira nuk arrinte të përqendrohej. Në kokë i vërtitej vetëm një pyetje. A është vërtet ky burri, babai im? Fytyra e tij, shikimi i tij, fjala e butë që kishte dëgjuar si një përshpëritje, gjithçka fillonte të merrte kuptim. Përballja e parë e vështirë. Të nesërmen, ajo vendosi të mos ecte me makinë. Eci këmbë dhe qëndroi pak larg qoshes ku rinte burri. Ai ishte aty, si gjithmonë, i ulur, me shpinën e përkulur dhe duart e ashpra që mbanin një tenxhere bosh. Ajo u afrua ngadalë. Zemra i rrihte fort. Zotëri, tha ajo me një zë të pasigurt. Ai ngriti kokën dhe syt ju mbushën me lot. Elira, përshpëriti ai. Ajo u shtang. Si e di emrin tim? Agimi deshi të fliste,
por fjalët ju ngatëruan në gryk. Lotët i rodhen faqeve. Unë jam, por zëri ju pre. Ai nuk mundi të thoshte. Nuk kishte guximin. Elira u largua me hapa të shpejt, e tmerruar nga emocionet që ndjente. Por në mendje i mbeti një gjë. Ai njeri nuk ishte një i huaj. Ai dinte diçka. Fundi i pjesës së dytë. Elira kthehet në shtëpi, me letrën e palosur në çantë dhe me zemrën e mbushur me pyetje. Për herë të parë në jetën e saj, e ndjen se është pranë një të vërtete që mund të ndryshojë gjithçka. Ndërsa Agimi, i ulur në qoshen e tij, fshin lotët me mëngë dhe pëshpërit. Zoti im, më jep forcë, sepse ajo më pa. Mëngjesi ishte i turbullt për Elirën. U zgjua pas një nate pa gjumë. Letra e palosur që kishte gjetur pranë qoshës së rrugës i qëndronte mbi tavolinën e dhomës së gjumit. Sa herë shihte, zemra i shtrëngohej. Shkrimi i asaj letre nuk i dukej rem. Kishte diçka aq të sinqertë e të dhimbshme në të, saqë nuk mund ta mohonte. Ajo vendosi. Nuk mund të rinte më në heshtje. Duhej të zbulonte të vërtetën. Përballja me maman. Në mbrëmje, ajo shkoi sërish tek Mirena. Sa po hyri në apartamentin e saj të rehatshëm, e ndjeu aromën e gatimit të zakonshëm, por këtë herë nuk kishte qejf për të ngrënë. Mami, duhet të flasim, tha Elira, duke e parë drejt në sy. Mirena ngriti vetullat. Çfarë ka ndodhur, bija ime? Elira mori frymë thellë dhe nxori nga çanta letrën e palosur. Ja vendosi mbi tryezë. Këtë e gjeta pra një burri që ri në rrugë, duke lypur. Ai e dinte emrin tim, dhe kjo letër është shkruar për mua. Mirenës ju zbeh fytyra. Dora i dridhej teksa e mori letrën. Ku e gjete këtë gjë? Më thuaj të vërtetën, mami, a është ky njeriu im babai im? Një heshtje e rënd ra në dhomë. Mirena uli syt, si të donte të shmangte goditjen e realitetit. Elira, nuk dua të të lëndoj. Babai yt, ai nuk ishte në gjendje të na mbante. Ai humbi gjithçka. U bë njeri dëshpëruar, i sëmur, dhe unë duhet të mendoja për të ardhmen tënde. Nuk mund të rria pranë ti. Elira u ngrit në këmbë. Kështu pra. Nuk ishte ai që na la, por ti që e le. Unë nuk kisha zgjidhje. Ai nuk mund të kujdesej për ne. Dhe unë gjithë jetën time kam jetuar me një gënjeshtër. Ti më the se ai ishte i padobishëm, i padenjë, por ai më shkrua një letër të tillë, me kaq dhimbje e dashuri. Mirena filloi të qante. Ndoshta kam gabuar, por unë doja të të mbroja nga vuajtja. Elira u kthye nga dera. Jo, mami, ti më privove nga një e vërtet, dhe kjo është dhimbja më e madhe. Doli jashtë, duke e lënë Mirenën të mbytur në lot. Kujtimet e harruara. Netët që pasuan ishin të mbushura me kujtime të copëzuara. Elira shihte në ëndra një burr që e merrte në krah, që i sillte çokolata të vogla kur kthehej nga puna, që i këndonte këngë kur ajo kishte frikë nga errësira. Sa më shumë përpiqej të kujtonte, aq më qartë i dilte fytyra e tij, fytyra e ngjashme me burrin që kishte parë në rrugë. E kuptoi se në shpirt, ajo e kishte ditur gjithmonë se babai i saj nuk ishte ai njeri i lig që i kishte përshkruar nëna. Një vizit tek halla e harruar. Elira vendosi të kërkonte dik tjetër që mund t'i tregonte të vërtetën. Kujtoi se dikur kishte dëgjuar për një hall të saj, motrën e Agimit, që jetonte në periferi. Pas shumë kërkimesh, arriti ta gjente adresën. Një shtëpi e thjesht, me obor të vogël e me lule të mbjella në prag. Ajo trokiti. Halla, një grua rreth të 60-tave, e hapi derën dhe u shtang. Elira, ti je Elira. O Zot, sa ke ndryshuar. Ju më njihni. Pyeti e habitur Elira. Sigurisht që po. Jam halla jote, Blerina. Të kam parë kur ishe e vogël, para se nëna jote të merrte e të largohej. Po, bija ime, ti e gjaku ynë. Elira ndjeu një val emocionesh. Ju lutem, më tregoni për babain tim. Dua të di gjithçka. Blerina uli kokën. Agimi, ai ishte një burr i mirë, punëtor, zemër mirë, i dashur me ty. Por fati i keq e goditi rënd. U aksidentua në punë,
Humbi gjithçka. Kur Mirena e pa që nuk kishte më para, nuk kishte më forcë, e la në mëshirë të fatit. Që atë ditë, Agimi u thye. Por të betohem, Elira, ai kur nuk harroj. Çdo ditë, çdo orë, ai vetëm për ty ka jetuar. Lotët i mbushën syt Elirës. Pra ai është ende gjallë. Dhe është ai burri që pash në rrugë? Blerina i vuri dorën mbi supë. Po, bia ime, është ai. Ai nuk largohet kur nga ajo qoshe, sepse aty është afër teje. Ai të sheh çdo ditë. Elira shpërtheu në lot. E kuptoi se zemra e saj kishte pasur gjithmonë të drejtë. Vendimi. Ditët që pasuan ishin plot dilema. Duhej apo jo t'i afrohej. A do ta pranonte do të shihte baban e saj në atë gjendje, të thyere të varfër? A do të mund t'i jepte atij një vend në jetën e saj të re? Plot luks e sukses? Por një gjë ishte e sigurt. Ajo nuk mund të fshihej më pas gënjeshtrave. Një mbrëmje, mori makinën dhe shkoi sërish në bulevard. Burri ishte aty, ulur si gjithmonë. Elira doli nga makina, me duart që i dridheshin. Zotëri, tha ajo, duke ju afruar. Agimi ngriti kokën. Kur pa fytyrën e saj aq pranë, lotët i shpërthyen. Elira, ylli im. Ajo u shtang. Ju më quajtët ashtu si në kujtimet e mia të vogla. Ai nisi të qaj si fëmijë. Unë jam babai yt, bia ime. Më fal që nuk isha aty për ty. Më fal që nuk të dhash jetën që meritoje. Elira ndjeu zemrën që po i qahej. Lotët i rridhnin faqeve. Ajo u afrua dhe u ul pranë tij. Nuk kam nevojë të më kërkosh falje. Kam nevojë vetëm të kem. Ai e pa me sy të mbushur me dritë. Nuk e meriton një baba si unë. Por unë kam vetëm një. Dhe ai je ti. Në atë çast, bulevardi i zhurmshëm u zhduk për ta. Ishte sikur koha u ndal, dhe pas shumë vitesh, babai dhe bia u ribashkuan. Fundi i pjesës së tretë. Elira e ka gjetur më në fund babain e saj. Por ky është vetëm fillimi i një rruge të vështirë. Ajo duhet të vendosë nëse do ta integrojë atë në jetën e saj të re, përballë shoqërisë, miqve dhe nënës së saj që ende kundërshton. Ndërsa Agimi, për herë të parë pas shumë vitesh, ka një arsye të re për të jetuar. Qielli ishte i mbushur me re të trasha të pasdite, sikur edhe natyra vetë të përgatitej për një stuhi, por brenda zemrës e Elirës, stuhia kishte filluar tashmë. Pasi kishte përqafuar baban e saj për herë të parë pas kaq vitesh, ajo ndjente një përzierje emocionesh. Lumturi, dhimbje, faj dhe mbi të gjitha një përgjegjësi të madhe. Të dy në një stol parku. Elira dhe Agimi vendosën të largoheshin nga rruga e bujshme. U ulën në një stol të thjesht në parkun pranë liçenit artificial. Agimi e mbante dorën e bijës së tij fort, si të mos donte ta linte të ikte sërish. Elira, më duket sikur po ëndërroj. Ti e këtu, përballë meje, më sheh, më flet. Bab, edhe unë nuk e besoj dot. Kam jetuar gjithë jetën time duke menduar se ti nuk doje të ishe pjesë e imja. Sot më duket sikur po zbuloj një botë të re. Agimi uli kokën. Kam bërë shumë gabime, bia ime, por një gjë duhet ta dish. Kur nuk të kam harruar. Çdo ditë, çdo natë, vetëm për ty kam menduar. Më kam mbajtur gjallë shpresa se një ditë do të më shihje sërish. Elira ja shtrëngoi dorën. Nuk do të le të humbësh më, por do të jetë e vështirë. Mami, ajo nuk do ta pranoj kur. Agimi pshertiu. Mirenën e kuptoi. Ajo nuk donte të mbetej mes varfërisë dhe mjerimit. Por ti je fryma ime. Mjafton që ti më pranon. Përballja e dytë me Mirenën. Të nesërmen, Elira mori guximin dhe shkoi sërish tek ëma. Syt i digjnin nga vendosmëria. Mami, unë e takova babin, dhe e di gjithçka. Mirena ngriti duart lart, sikur donte ta ndalte. Elira, mos më thuaj këtë. Nuk dua ta dëgjoj. Ai njeri nuk ka vend në jetën tënde. Ai është babai im. Nuk mund të ma mohosh këtë. Nuk mund të ma marrësh këtë lidhje. Ai është një lyps, Elira. Çfarë do të bësh ti?
ta marrësh në apartamentin tënd luksoz. Çfarë do të thonë njerëzit, shoqëria? Mendon se kolegët e tu, miqtë e tu do të pranojnë një baba që endet rrugëve? Elira ndjeu gjakun që i vlonte. Unë nuk jetoj për shoqërinë, mami. Unë jetoj për zemrën time. Dhe zemra ime ka qenë bosh pa të. Mirena nisi të qante. Ti nuk e kupton. Kam luftuar gjithë jetën time që ti të mos e ndjesh varfërinë, poshtërimin, vuajtjen që ai solli. Dhe tani ti do të më hedhësh poshtë për hir të tij. Nuk po të hedh poshtë, mami, por po zgjedh të mos jetoj më në gënjeshtra. Pasi tha këto fjalë, Elira doli, duke lënë Mirenën në një dhimbje të dyfisht, të humbiste kontrollin mbi të bien dhe të përballej me të kaluarën që kishte fshehur për vite. Të jetosh mes dy botëve. Ditët që pasuan ishin të mbushura me kontraste. Ditën, Elira ishte menaxhere e suksesshme, e veshur me kostume elegante, që fliste me klient ndërkombëtar dhe merrte vendime të rëndësishme. Në mbrëmje, ajo shkonte pranë babait të saj. I blinte ushqime, e dërgonte në një qilar të vogël që i kishte siguruar, i sillte rroba të reja. Por Agimi nuk ndjehej rehat. Bia ime, mos harxho parat për mua. Mbaji për veten tënde. Jo, bab. Nuk mund të jetoj në luks kur ti nuk ke as bukë të hash. Ne do ta ndryshojmë këtë. Ai e shikonte me sytë që i mbusheshin me lot. Ti je më shumë se sa kisha shpresuar ndonjëherë. Por kam frikë se bota jote është shumë e largët nga imja, dhe se një ditë do të ndjesh turp për mua. Elira ja vuri dorën mbi supë. Asnjëherë, ti je krenaria ime. Zërat e shoqërisë. Lajmi se Elira ishte parë disa herë me një burr të varfër në rrugë filloi të përhapej. Një kolege e saj, Arta, i tha një ditë në zyrë: Elira, çfarë është ky njeri që të shohin shpesh me të? Duket si lyps. Mos ndoshta është ndonjë rast bamirësie që po merresh. Elira buzëqeshi me vështirësi. Është dikush i rëndësishëm për mua. Arta ngriti vetullat. Mos ma thuaj që është i dashuri yt, sepse njerëzit flasin. Elira ngriti kokën krenare. E jo, është më shumë se kaq. Është babai im. Një heshtje e rëndë ra në zyrë. Fjalët e saj u përhapën shpejt dhe u kthyen në thashetheme. Disa e shikonin me keqardhje, disa me habi, disa me tallje të fshehtë. Por Elira nuk u tërhoq. Për herë të parë në jetën e saj, ndjeu se po bënte gjën e duhur, edhe nëse bota nuk e kuptonte. Përpjekja e Agimit për t'u larguar. Një mbrëmje, kur Elira shkoi në qilarin e vogël ku e kishte strehuar, nuk e gjeti. Paniku e pushtoi. Filloi të kërkonte në rrugë, dhe pas një ore e pa sërish tek qoshes ku rinte më parë. Bab, pse u ktheve këtu? Unë të sigurova një vend ku mund të rish. Agimi uli syt. Bia ime, unë nuk i përkas botës tënde. Njerëzit flasin, shoqëria gjykon. Nëna jote të uren për këtë. Nuk dua të bëhem barë. Më mirë të mbetem këtu, si hije, se sa të prish jetën tënde. Elira e mori për dore dhe ju ul pranë. Ti nuk je barë, ti je rënja ime. Unë nuk kam frikë nga bota, bab. Le të flasin, le të gjykojnë. Ti je familja ime, dhe unë nuk do të humbas më. Agimi shpërtheu në lot, e përqafoi fort, si kur donte të shkrihej brenda saj. Një drek e tensionuar. Pas shumë përpjekjesh, Elira vendosi të bëj hapin e madh. Të ulej në një tavolinë me të dy prindërit e saj. I ftoi Mirenën dhe Agimin në një restorant të vogël, larg syve të njerëzve. Tensioni ishte i madh. Mirena nuk e shikonte fare Agimin. Ai rinte i përulur, me syt në tavolinë. Elira nisi bisedën. Jemi këtu sepse nuk mund të jetojmë më me urrejtje. Bab, mami, ju të dy jeni pjesë e imja. Nuk dua të zgjedh mes jush. Dua që të dy të jeni në jetën time. Mirena u shtang. Elira, kjo është e pamundur. Unë nuk mund të ri në një tavolinë me të. Agimi pshertiu. Nuk po të kërkoj të më pranosh, Mirena. Vetëm të mos ja marrësh bien time. Këtë e kam ndëruar gjithë jetën.
të jem pranë saj, qoftë edhe si një hije. Lotët i rridhnin faqeve e Lirës. Mami, babi, ju lutem, nuk e meritova këtë ndarje. Nuk e meritova të rritem me një boshllëk. Ju lutem, mos më privoni më nga dashuria juaj. Heshtja që pasoi ishte e rëndë, por gjithashtu e mbushur me një fill shprese. Fundi i pjesës së 4. Për herë të parë pas më shumë se 2 dekadash, babai, nëna dhe bia ishin ulur në një tryez, ndonse zemrat e tyre ishin ende të ndara. Elira e dinte se rruga do të ishte gjatë dhe e vështirë, por gjithashtu ndjente se po e shëronte plagën e jetës së saj. Agimi fillonte të besonte se mbase fati I kishte dhënë një shans të dytë, ndërsa Mirena, mes dhimbjes dhe krenarisë, për herë të parë nisi të dyshonte nëse kishte bërë zgjedhjen e duhur vite më parë. Mbrëmja po binte mbi qytet, dhe dritat e para të rrugëve fillonin të ndiznin një atmosferë gri. Në apartamentin modern të Elirës, ku çdo send kishte vendin e vet dhe gjithçka shndriste nga eleganca, zemra e saj nuk gjente paqe. Njëra anë e saj I përkiste botës së luksit, suksesit, njerëzve me kostume e makina të shtrenjta. Tjetra anë I përkiste një burri të lodhur, por me shpirt të pastër, babait të saj. Miq që kthehen në gjykatës. Një të premte në mbrëmje, Elira ishte ftuar në një darkë me shoqërinë e saj të afërt. Ishin njerëz që e kishin parë gjithmonë si shembull suksesi. Në tavolinë rinin Arta, Bledi, Rudina dhe disa të tjerë. Vera rrithte, qeshjet mbushnin ajrin, por tema e mbrëmjes nuk vonoi të shfaqej. Arta, me një ton gjysmë tallës e gjysmë kurioz, tha: Elira, kemi dëgjuar diçka interesante. Thonë që ke një lidhje të veçantë me një burr të varfër në rrugë. Është e vërtetë? Sytë e të gjithëve u kthyen nga ajo. Elira mori frymthell. Po, është e vërtetë. Ai është babai im. Një heshtje e gjatë ra. Bledi qeshilet, duke menduar se ishte shaka. Mos na thuaj që e ke seriozisht. Ti, menaxherja e njohur, vajza që nga smakin luksoze, e bia një lypsi. Elira ngriti kokën krenare. Po, dhe jam krenare për këtë. Nuk është turp të jesh I varfër. Turp është të harrosh rënjët e tua. Rudina ngriti gotën e verës, duke e parë me habi. Elira, unë nuk dua të gjykoj, por duhet të mendosh për imazhin tënd. Në këtë qytet, njerëzit gjykojnë. Nëse e përqafon këtë histori publikisht, do ta humbasësh respektin e shumë njerëzve. Elira buzëqeshi me dhimbje. Nëse respekti I tyre varet nga fakti që unë të mohoj baban tim, atëherë nuk kam nevojë për respektin e tyre. Mbrëmja vazhdoi në një atmosferë të akullt. Kur Elira doli nga restoranti, e ndjeu veten e vetmuar, por edhe më të fortë. Partneri që nuk pranon. Elira kishte prej disa muajsh një lidhje të qetë me Adrianin, një avokat të njohur. Ai ishte I zgjuar, I kujdesshëm dhe I vlerësuar në shoqëri, por kur mësoi për baban e saj, reagimi I tij nuk ishte ai që Elira kishte shpresuar. Në një darkë intime, ai I tha me një ton të ftohtë: Elira, unë të dua dhe dua të ndërtoj një të ardhme me ty, por duhet të jemi realist. Një baba që lyp në rrugë nuk është pjesë e jetës që po ndërtojmë. Mendon se familja ime do ta pranoj. Mendon se klientët e mi do të shohin njësoj një avokat që martohet me të bien e një lypsi. Elira u ngrit nga karigia, syti shkëlqenin nga zemërimi. Adrian, nëse dashuria jote ka kushte, atëherë nuk është dashuri. Nëse do të më pranosh, duhet të pranosh edhe rënjët e mia. Babai im nuk është turp, është nderi im. Ai u përpoq ta qetësonte. Po flas për të ardhmen ton, Elira. Unë dua të të mbroj. Unë nuk kam nevojë për mbrojtje nga babai im. Kam nevojë për mbrojtje nga njerëzit që gjykojnë pa më njohur. Darkën e lan pa përqafime. Në zemrën e saj, Elira e kuptoi se ndoshta Adriani nuk ishte njeriu që do të qëndronte pranë saj në këtë betejë. Përpjekja e Mirenës për ta ndarë sërish. Mirena nuk dorëzohej. Një ditë, shkoi tek qilari vogël ku qëndronte Agimi dhe I foli me ashpërsi. Ti po I shkatëron jetën e Lirës. Lëre të qetë. Lëre të jetoj jetën e saj pa turpin tënd. Agimi uli kokën.
Nuk dua t'ja prish jetën. Vetëm dua të jem pranë saj. Vetëm një herë në ditë ta shoh. Ta di që është mirë. Mirena u afrua dhe i tha me një ton kërcënues. Nëse do vërtet, largoju. Sepse nëse vazhdon kështu, ajo do të humbas gjithçka për shkakun tënd. Lotët i rridhnin fytyrës Agimit. Ai nuk i tha asgjë, por e ndjeu dhimbjen e fjalëve të saj. A duhet të sakrifikonte edhe një herë? Forca e dashurisë baba. Kur Elira e mori vesh bisedën, shpërtheu. Mami, mjaft. Nuk do të lejoj të më ndash më nga babai. E ke bërë një herë, por nuk do ta bësh më. Unë po të mbroj. Bërtiti Mirena. E jo, po më lëndon. Po më bën të jetoj në gënjeshtra. Dhe unë nuk dua më gënjeshtra. Dua të jetoj me të vërtetën time, sa do e dhimbshme të jetë. Agimi e dëgjoi këtë bisedë dhe për herë të parë ndjeu se kishte të drejtë të shpresonte. Vajza e tij nuk po e braktiste. Ajo po luftonte për të. Dhe kjo i dha një forcë të re. Vendimi i madh. Pas gjithë këtyre përplasjeve, Elira mori një vendim. Ta prezantonte baban e saj publikisht. Jo si një turp, por si një krenari. Ajo organizoi një aktivitet bamirësie në qytet, ku ftoi shumë njerëz të njohur, përfshirë kolegët e saj, miqt dhe media. Kur doli në skenë për të folur, në krah të saj ishte Agimi, me rrobat e reja që ja kishte bler. Elira foli me zë të sigurt. Ky është babai im, një burr që sakrifikoi gjithçka, që mbjetoi mes vuajtjes dhe dhimbjes, por që kur nuk reshti së më dashuruari. Sot nuk e paraqes para jush si një lyps. Sot e paraqes si heroin tim, sepse në sytë e mi, ai është më i pasur se kushdo tjetër. Salla u mbush me duartrokitje. Disa njerëz ndoshta e bën nga mirësjellja, disa nga vërtetësia, por për Elirën nuk kishte rëndësi. Për herë të parë, ajo e ngriti kokën pa frikë dhe pranoi të vërtetën e saj. Agimi qau. Jo nga dhimbja, por nga gëzimi që bia e tij e kishte kthyer në nder atë që bota e kishte quajtur turp. Fundi i pjesës së 5. Betejë nuk kishte mbaruar. Shoqëria do të vazhdonte të gjykonte. Mirena ende nuk e pranonte plotësisht, dhe ardhmja me Adrianin ishte në rrezik. Por Elira kishte bërë hapin më të madh. Kishte vendosur që dashuria për baban e saj do të ishte mbi gjithçka tjetër. Në sytë e saj, ai nuk ishte më një lyps në rrugë. Ishte babai, shoku, heroi, dhe kjo e bënte më të fortë se kurrë. Në mëngjesin pas aktivitetit bamirës, qyteti zjente nga fjalët. Fotot e Elirës krah babait të saj kishin pushtuar rrjetet sociale, portalet, madje edhe disa televizione lokale. Reagimet e para. Menaxherja e njohur, bia e një lypsi. Ky ishte titulli i një faqeje portali. Komentet ishin të shumta. Disa me përçmim, disa me mbështetje, disa thjesht kurioztare. Pse duhet të na interesoj kush është babai i saj? E rëndësishme është çfarë ka arritur vetë. Është e turpshme për një vajzë të suksesshme të mbajë pranë dikë të tillë. Përkundrazi, është gjest fisnik. Tregon se nuk harron rrënjët. Elira i lexonte të gjitha, por nuk lëkundej. Kjo ishte betejë që kishte zgjedhur. Shoqëria e ndarë. Në punë, kolegët e saj e shikonin ndryshe. Disa e përshëndetën me respekt. Elira të përgëzoi për guximin. Nuk është e lehtë të përballesh me gjykimin e njerëzve, por kishte edhe nga ata që fshfërinin pas shpine. Disa klientë të kompanisë anuluan takimet, duke u justifikuar me arsye të ndryshme. Ishte e qartë, jo të gjithë e pranonin këtë realitet. Një pasdite, drejtori i kompanisë e thiri në zyrë. Elira, e vlerësoj punën tënde, por duhet të kuptosh që imazhi është i rëndësishëm. Lidhja jote me këtë njeri po na kushton. Ajo mori frymë thellë. Nëse puna ime matet nga imazhi dhe jo nga aftësitë, atëherë ndoshta nuk jam në vendin e duhur. Drejtori u shtang. Elira kishte vendosur të mos e ulte kokën më. Marrëdhënia me Adrianin në krizë. Adriani, partneri i saj, e thiri në një bisedë serioze. Elira, e pash gjithçka në lajme. Ti e bëre publike pa më thënë asgjë.
sepse nuk kisha nevoj për leje, Adrian. Ishte vendimi im. Ai u ngrys. E kupton se kjo më dëmton edhe mua. Klientët e mi flasin. Familja ime është e tronditur. Mendon se do të pranojnë një nuse që shfaqet në televizione me një baba që ka lypur në rrugë? Elira e pa drejt në sy. Nëse dashuria jote nuk është me fortë sa opinionet e njerëzve, atëherë nuk e qenë kur njeriu im. Fjalët ranë sigur. Adriani heshti, dhe mes tyre u krijua një boshllëk i pakapërcyeshëm. Mirena mes dy zjarreve. Në shtëpinë e saj, Mirena rinte e heshtur, duke parë lajmet. Për vite kishte mbajtur sekret të kaluarën për të mbrojtur vajzën, dhe tani gjithçka ishte shpalosur para botës. Një mikesh e saj i tha në telefon: Mirena, më vjen keq, por duhet ta kuptosh. Vajza jote shkatërroi veten. Kush do ta marrë më seriozisht? Çfarë do të thonë njerëzit? Mirena uli telefonin, syt i mbushur me lot. Brenda saj ndodhe një betejë pa shpallur. Krenaria që kishte rritur një vajzë të fortë, dhe dhimbja që nuk kishte më kontroll mbi të. Kur u takua me Elirën, biseda ishte ngarkuar. Ti po e shkatëron jetën tënde, bija ime. Jo, mami, po e ndërtoj. Për herë të parë, po jetoj Elir. Nuk dua të fshihem më. Nuk dua të jetoj sipas frikës tënde. Mirena heshti. Në sytë e saj u duk një ndjenjë e re. Dyshim mbi zgjedhjet e saj të dikurshme. Një fillim i ri për Agimin. Ndërkohë, jeta e Agimit nisi të ndryshonte. Pas shfaqjes publike, disa njerëz u prekën nga historia e tij. Një organizat bamirësie i ofroi një vend pune të thjeshtë si roje në një depo. Nuk ishte shumë, por për të ishte një nder i madh. Kur ja tha Elirës, ajo e përqafoi me lot. Bab, kjo është fillimi. Nuk je më vetëm. Do të ndërtojmë çdo hap bashk. Agimi filloi të ndjehej sërish njeri me dinjitet. Nuk ishte më thjesht një lyps. Ishte një baba që po luftonte për të qenë i denjë për vajzën e tij. Një darkë ndryshe. Një mbrëmje, Elira vendosi ta ftoj babain në apartamentin e saj. I shtruan një darkë të thjesht, por plot dashuri. Agimi shikonte rreth e rrotull apartamentin luksoz. Nuk e besoj dot se je vajza ime. Unë nuk kam pasur kur as edhe një dhomë të vogël kështu. Dhe ti jeton në këtë mrekulli. Elira qeshi me butësi. Bab, kjo nuk ka rëndësi. E rëndësishme është që tani jemi bashk. Ky apartament është shtëpia jote, po aq sa e imja. Agimi e pa me sy të përlotur. Mos e thuaj këtë, bija ime. Vetëm pranin tënde mjafton. Ky është luks më i madh se çdo gjë tjetër. Sfidat që vazhdojnë. Por jeta nuk ishte e thjeshtë. Njerëzit ende i shikonin shtrembër kur dilnin bashk. Në dyqane, shpesh shitësit i trajtonin keq Agimin, derisa kuptonin se ishte me Elirën. Një herë, një fqin në pallatin luksoz ku banonte Elira i tha me përçmim: Vajzë, nuk mund të sjellësh këtu çdo njeri të rrugës. Ky është një vend i respektuar. Elira shpërtheu. Ai nuk është çdo njeri, është babai im, dhe ka më shumë dinjitet se ju që gjykoni pa e njohur. Fqinji heshti, i turpëruar nga vendosmëria e saj. Mirena nis të ndryshoi. Me kalimin e javëve, edhe Mirena nisi të zbutet. Ajo shikonte nga larg marrëdhënien e vajzës me Agimin dhe kuptonte se lidhja mes tyre ishte pathyeshme. Një mbrëmje, ajo i telefonoi Elirës. Bija ime, a mund të vi të flasim të tre? Elira u emocionua. Sigurisht, mami. Babai do të gëzohet. Kur u takuan, tensioni ishte i madh, por për herë të parë Mirena foli pa zemërim. Agim, ndoshta kam gabuar shumë. Isha e re, e friksuar, e lodhur nga varfëria. Mendova se po e mbronim vajzën tonë, por ndoshta i hoqa diçka që s'do ta kthej kurrë. Sot, shoh që ajo është e lumtur me ty pranë, dhe ndoshta është koha të ndaloj së luftuari. Agimi uli kokën, lotët i rridhnin. Mirena, nuk kërkoj të më falësh. Vetëm të më lejosh të jem pranë saj. Asgjë më shumë. Elira i përqafoi të dy. Për herë të parë,
ndjeu se plagët e së shkuarës kishin filluar të shëroheshin. Fundi i pjesës së 6. Historia po hynte në një kapitull të ri. Pas shumë dhimbjesh, fillonte të shfaqej drita e shpresës. Agimi kishte një punë, Elira nuk fshihej më, dhe Mirena po përpiqej të pranonte realitetin. Ende kishte shumë sfida përpara, por për herë të parë, familja dukej se po afrohej. Dielli kishte filluar të perëndonte ngadalë, duke lëshuar një dritë të artë mbi qytetin që kurrë nuk ndalonte se lëvizuri. Por, mes zhurmës së makinave dhe hapave të shpejtë të kalimtarëve, një histori po përfundonte. Një histori që kishte nisur me dhimbje, sakrifica dhe lot, por që po mbyllej me pajtim dhe dashuri. Arjani, babai që dikur lypte në rrugë për të mbjetuar, tani nuk ishte më i njëjti njeri. Fytyra e tij mbante ende rrudhat e jetës së rënd, por zemra i rrihte më ndryshe me qetësi. Ai nuk ishte më një hije e harruar, por një baba i pranuar, i përqafuar, i falur. Mira, vajza që dikur ngiste makinën luksoze me sytë e verbuar nga krenaria dhe largësia, tashmë kishte kuptuar se asgjë nuk vlente më shumë se dashuria e një prindi. Luksin, parat, suksesin i shihte si mjegull përballë një të vërtete të madhe. Ajo nuk ishte qenë kurrë e pasur pa babain e saj. Shtëpia e vogël që ajo bleu për të, nuk ishte thjesht një streh për Arjanin. Ishte një shenjë se zemra e saj kishte hapur dyert. Çdo mëngjes, ajo shkonte ta vizitonte, i sillte ushqime, flisnin me orë të tëra. Kishte filluar t'i tregonte gjithçka për jetën e saj, për sukseset, për vuajtjet, për boshllëkun që kishte ndier edhe në kulmin e pasurisë. Një natë, ndërsa qëndronin ulur në verandën e vogël, me një filxhan çaji në dorë, Mira i tha: "Baba, gjithë jetën e kam menduar se ti më kishe braktisur, por tani e di që ishe aty, duke luftuar për mua, edhe kur nuk kishe asgjë. Nuk e di si të falënderoj." Arjani i vuri dorën mbi shpatull, me një buzëqeshje të lodhur, por të pastër. "Nuk ka nevojë për falënderime, bija ime. Ti e falja ime, dhurata ime, arsyeja pse ende marr frymë. Të shoh këtu, pranë meje, kjo është mrekullia ime." Lotët rridhnin qetë mbi faqet e saj. Për herë të parë pas shumë vitesh, Mira ndjeu se zemra i ishte mbushur me paqe. Dhe atë natë, ajo e kuptoi. Ishte bërë pasur jo për shkak të makinave apo apartamenteve luksoze, por për shkak të dashurisë që kishte rigjetur. Ditët kaluan dhe marrëdhënia e tyre u bë gjithnjë më e fortë. Mira e çoi babain në vendet ku dikur kishte ndërruar të shkonte me të. Në parkun e qytetit, te liçeni, në teatr. Arjani qeshte si një fëmijë i vogël, i lumtur që jeta i dha edhe një shans. Në fund, ishte një mëngjes i qetë vjeshte, kur gjethet e arta mbulonin rrugët e qytetit. Mira dhe Arjani ecnin krah për krah, pa fjalë, vetëm me një ndjenjë të thellë mirënjohjeje. Në atë çast, Arjani ndaloi, e pa të bien dhe i tha fjalët që i kishte mbajtur brenda për shumë vite. "Tani mund të largohemi qetë, bija ime. Jo nga kjo botë, por nga dhimbja. Sepse tani e di që nuk jam harruar." Mira e përqafoi fort, sikur të mos donte ta linte kurrë. Dhe aty, mes gjetheve që binin si një shi art, një histori u mbyll jo me lot, por me buzëqeshje. Një baba që dikur lypte në rrugë, gjeti përsëri shtëpinë e tij, në zemrën e vajzës së tij.